e fundit që tani është ndërtuar një situatë që është the West against the West, pra është perëndimi kundra gjithë pjesës tjetër botës. Edhe nëse Amerika do doj të bëj bisht këtij konflikti, nuk ka sësi. Jam kurios ta di, Barbara, që ta bëjmë pa tranzicion këtë lloj kalimi nga luftat te ty tani, te profili jote dhe te pasioni jot për politikën. Si ka mundësi, këtë pyetje, këtë në fakt bisedë kam bërë me shumë njerëz, me disa njerëz, dhe kam vënë re që në fakt dhe doja thjesht një mendimin tënd genuin kështu, sepse ti mund të më thuash natyrshëm, edhe është e pa menduar. Si ka mundësi, për shembull, edhe lideri i partisë tuaj, Agron Shehaj, edhe këta të tjerët, sa thua shkretarët e partive të tjera të reja, po themi, qoftë Lapaj, qoftë ai tjetri Arlind Qori, nuk kanë dëshirë dhe nuk flasin për geopolitik, për politikë të jashtme, ku ka kështu ngjarje e kështu. Do të thënë nuk flasin asnjëherë. Ata janë vetëm probleme lokale, edhe era Agron Shehaj kanë vëre, edhe kur i zbënë një pyetje, për shembull, këtu do të merrem me hallet tona. Ty duket normale kjo gjë? Si ka mundësi që nuk janë të informuar, nuk din, apo nuk duan, se nuk kuptojnë mirë? Jo, e para nuk më duket anormale. Aq më tepër në periudhën që ka qenë ky vit i fundit, që ka qenë periudhë para zgjedhjeve. Dhe mendoj që ka qenë një farë mënyrë zgjedhje më e mirë për të marrë me problemet tona. Shiko, ne jemi parti të reja. Në momente që ka zhvillime shumë të forta, janë se punë vetëm mos harro këtë gjë që ne jemi parti të reja. Gjithë secili nga ne e ka padyshim një opinion politik dhe për atë çfarë ndodh jashtë. Por mendoj që ka qenë gjë më e zgjuar dhe më e mirë për të përqendruar aty ku mundemi, në Shqipëri. Dakord. Barbara, në fakt unë sot ka ftuar për të njohur pak më shumë, unë dhe publiku, normalisht meje publiku. Unë të kam ndjekur vazhdimisht, nuk e di nëse Ledio e ka përgatitur apo jo, kam thënë Ledio të përgatisi një kolazh për ty, 60 sekonda vetëm për të rikujtuar pak, ose për të parë ata që s'e kam parë, që s'janë marrë. Gati e kam. E gati Ledio? Po. Shikoni kush është Barbara Dota, zonja zotërinj, janë disa imazhe pikante nga fushata që ka bërë me Agron Shehajin e Partisë Mundësia. Dhe jo vetëm nga fushata. Urdhë? Dhe jo vetëm nga fushata, në disa debate të tjera. Ke gjetë dhe gjëra tjera për fushatës. Dakor, da shohim Barbara me imazhe. Barbara Dota, on imazh. Unë u linda në demokraci dhe kam dirë gjithmonë si detyrim që t'jetoj jo vetëm ëndrrën time, por edhe ëndrrën e prindërve të mi. Liria nuk është asgjë nëse nuk është drejtësi, pamshmëri nëse nuk është ndershmëri. Unë jam këtu sot se besoj si gjërat duhet ndryshojnë. S'ka nevojë të largohemi me mijëra kilometra larg shtëpisë tonë për të vlerësuar puna dhe mundi. Vetmja mënyrë për të mundur Ramën është nëse përballë Ramës do dalë dikush krejt ndryshe, që do bëj kontrast vërtet që njerëzit do besojnë. Askush nuk do votoj për ty në rast se ti nuk tregon që je i besueshëm. Dhe mendoj këtë gjë opozita nuk e bëri dot. Unë do thoya që viktima e vetme në këtë rast është populli, që i mungon shpresa, që nuk shikon nga ardhmja në Shqipëri. Po ju jeni viktimë. Jo, nuk jemi viktimë. Jeni viktimë. Jo, pse jemi viktimë? Ju kanë vjedhur ju gjë. Kur futesh një palë zgjedhje dhe ju duhet ta dini më mirë, duhet të kesh një qëllim të madh dhe të arritshëm. Qëllimi më i madh i arritshëm për ne ishte një grup parlamentar. Dhe ky ishte maksimumi që ne mund të merrnim. Nëse njerëz të tjerë duan të bashkohen, ta bëjmë këtë rrugtim, po mund të arrijmë më tepër. Po këto ishin zgjedhjet e para. Në qeveria që mban në këngë oligarkin sot. Është ajo që i furnizon, është ajo që i mban gjallë me projekte, me tendera e me radhë. Ne po themi, do bëjmë një qeveri të pakorruptuar dhe lidhjet me to do ndërprihen. E pat me imazhe Barbara Dota për gjithë ju që se marrit mend ose që e zbuloni për të parë. Barbara në fakt i thua kur të pyeta, të thash, Barbara më nis sa gjëra për veten, thua që Arian unë jam me fat që kam lindur në Tiranë. Më bëri përshtypje kjo gjë që e cilësoje. Po. Pse me fat? Vërtet e kam konsideruar veten me fat. Të dy që ke lindur në Tiranë. Po. Shiko, të dy prindrit e mi vinë nga dy fshatra të Burrelit. Mami më është nga Macukulli, babi më është nga Derjani. Edhe nga fshatra shumë... Dota është mirë i babit, si? Është i babit, po. Doka nga mami, kanë edhe në gjashëm pjermet. Edhe unë sot e kësaj dite e kam xhaxhaj në fshat, kam pasur gjyshit në fshat. Po të ke lindur këtu ndërkohë? Kemi kaluar, po, çdo verë si fëmijë kemi kaluar në fshat. Dhe unë nuk isha fëmijë për fshat, përfundimisht. Për shembull, vllai im që është binjak, ka qenë gjithmonë më i shkathët. Mos mi diqte ka, do të thoshe për vllai binjak. Më thuaj vetëm për këtë. Dhe fakti që kam lindur në Tiranë jam ndjer gjithmonë më mirë, po edhe me familjen duket sikur kemi sfiduar një farë mënyrë edhe mentalitetin, edhe jemi rritur gjithë në Tiranë, jemi përmirësuar. Pra që mos ta kjo që kuptojnë njerëzit, Barbara. Ti kur thua jam me fat kalbim në Tiranë, nuk do të thuash që aman shqyqy që nuk linda në Macukull. Jo. Në Burrel. Nga njëra anë,
Fakti që kam lind në Tiranë, kam pasur më tepër mundësi, për shembull se mami im që ka lindur Macukull, se bënte 3 orë rrugë për të bërë gjimnazin. Mua nuk më është dashur të bëj këtë gjë, kam pas shkollën 5 minuta larg. Tani le të rikthehemi momentet të fantazojmë. E zënë të kishte lindur në fshatrat e Borrelit, që ku kanë lindur prindët tu dhe kanë jetuar atje apo deri vonë. A do ishe sot në këtë studio për arsyeën që ke qenë në një fushat, në një parti politike etj? Apo ti mendon që thuash, a ka rëndësi në jetën e njeriu vendi ku lind? Shiko, unë mendoj që prapë do isha në këtë studio, por mendoj që do më duhet kisha bërë akoma më shumë punë se që kam bërë. Dakor, sa duke lindur në Tiranë, thotë ke bërë 50%. Kam pasur diçka më të favorshme, disa dyrëm janë hapur më lehtë, sepse kam qenë afër mundësive, si thua. Shiko, të jesh sot në fshat, unë thash kam ende familjarët e mi atje, po të jesh sot në fshat nuk është e lehtë. Mungon infrastruktura, mungon shërbimet, mungon shkollimi, arsimi, domethënë, edhe kushrinjtë e mi që kanë qenë atje, të gjithë kanë ardhur në Tiranë për tu. Po të faktën ata kanë ajrin e pastër, kanë dhe ushqimin bio. Po nuk mjafton. Nuk mjafton. Thua duhet më shumë në jetë? Absolutisht, po shiko, fshatrat tonë janë shumë bukur, edhe fshati nga Viun Deriani është shumë i bukur. Po të shkosh në Derian sot të marrësh rrugën është një tmerr i vërtet, nuk ka rrugë. Po kujdes se po të kishte rrugë, po do ishte shumë nuk do ishte më, po nuk do ishte kaq i bukur ndoshta. Jo, mendoj. Do kishte shumë turistë, do mbushej nga turistët dhe nuk do i binte ajo, ke parasysh origjinaliteti i fshatit. Fshati ishte i bukur kur e shkelin pak njerëz, imagjino Goimaj do vinin për shembull në, si kishte emrin fshati? Derian. Dëgjoj, po imagjino Goimaj do vinin në Derian për shembull. Tani Deriani është një fshat i vogël me njerëzit atje dhe nuk e shqetëson askush. Mendoj edhe ndryshe. Po mendoj që do kishte qenë më ndryshe nëse Deriani do ta kishin zbuluar më shumë njerëz. Ti do që ta zbuloni më shumë njerëz? Pse jo? Pse? Bukuria është diçka për njerëzit që njerëzit ta shijojnë, dhe ta mbajnë në fshat. Ti e di njësoj si unë që humanët e prishin natyrën, e prishin planetin, e prishin në kuptimin e shëmtojnë, se të e gryen, janë si ato kafshët, si qënë ato kafshët, ato që hapin, që vetëm gryen, e ke parasysh në sa më pak human, aqë mirë është, prandaj dhe luftrat e pasere janë të mira. Ke parasysh, Shiko, ajo çfarë ju po thoni është deri diku edhe e drejtë, po. Ti gëllon si nike, po në fakt ka i të vërtet brenda apo jo? Dgjoj, ajo ka një të vërtet brenda. Lufta si është zhvillim. Unë mendoj që gjithsesi njeriu edhe ka përmirësuar shumë, edhe ka ndërtuar shumë, edhe është ja bëj gjëra të jashtëzakonshme. Dhe unë për këtë lloj njeriu flas. Jo gjithmonë janë njerëzit. Në Macukull më the? Më the 2 fshatra apo 3? Po 2. Macukull dhe Derian. Deriani. Po. Tani në Macukull Deriani janë 2 fshatra të prindërve të tu. Ti ke vetë ke lind në Tiranë, ke njerëz akoma atje. Si ka mundësi që në këto 2 fshatra ka fituar PS-ja bindshëm, a thua dot? Në fshatrat e prindërve të tu, Barbara. Shiko, problemi, fshati im sidomos Deriani është taj fshat që kur janë mbajtur zgjedhjet, është i vetmi fshat që ka votuar për demokracinë. Dhe burrat e fshatit tim janë pushkatuar. Demokracinë ke fjalën për PD-n? Po. Dhe burrat e fshatit tim edhe janë pushkatuar. Kanë qenë është fshat që ka luftuar për liri dhe për demokraci. Po tani ma thuaj. Po sepse tani nuk ka ngelur njeri. Është e thjeshtë. Sa vete janë atje, Barbara? Nuk di të them tani, nëse janë 200 veta, nuk di. Ti vetë nuk shkove në këto fshatra për fushat me gonin? Jo, unë nuk shkova në këto fshatra, sepse fushata ime është në Tiranë. Shko për ta lënë pas tani edhe historinë e prindërve të mi. Nuk e likë këshën e prindit unë jam koordinatorja e qarkut Tiranë. Do vini me atje, po do të mirësha pak me pjesën e origjinës tënde. Një farë mënyrë më vjen keq që nuk jam përqendruar akoma më shumë Tiranë. Unë kam dashur që gjithë fushata jonë t'ishte këtu, edhe mendoj që do kisha pasur dhe unë vetë shanse më tepër në Tiranë. Me që dohet të futesh edhe pjesa e Tiranës dhe ti vetë në listë ishe në listën e treta. Pra, po të pyes jo, ti ishe e treta, ishe listë mbyllur, kështu që nuk... Po, ishte listë mbyllur. Ishte listë mbyllur. Dhe ne punuam të gjithë, absolutisht kemi punuar të gjithë dhe kemi bërë... Ti ke qenë shumë aktive dhe shumë e dukshme, pra. Pra, fatikisht përveç Gonit, Agron Shejajt, më shumë je parti se sa Araldi, fatikisht. Se ti ke qenë gjithkohën me Gonin në për spote, në për gjëra, e kupton? Shiko, unë nuk do thoja këtë. Më vjen më mbarë. Perceptivi mediatik ju ka qenë? Shiko, do të përshkak se jam pak më e re, më vjen më mbarë të përdor rrjetet sociale, edhe mendoj që kam pasur, dhe jam munduar shumë të flasë edhe për gratë dhe vajzat. Se dua t'i përfaqësoj. Se ishe ti imazhi femëror i Agron Shejajt? Po, nuk isha një imazh femëror. Unë isha... Qiko, ishe imazh femëror, dhe simpatike shumë bile. Po, dëgjoj, unë nuk isha një imazh femëror. Unë isha Barbara. Unë besoj edhe po t'isha djalë,
do kisha në gjendje të bëja. Do dilte Agroni me ideal të po, tani më beson Ariane. Shiko, unë nuk besoj. Ishte i gjeti që ka bërë Agroni duke të pasur ty në krah. Shiko, unë nuk besoj. Më lërë dhe mua të jepë mendim për të, sepse nuk është se po gjykojmë në gjë. Ky është mendimi jotë. Po nuk është kështu? Po jo, nuk mendoj që është kështu. Zërbe, pra ti thua je rastësisht me Agronin? Jo, unë po them aty që jam aty, jo se jam femër. Jam aty se jam me zonja. Po që je zonja se vëm diskutim, se po mos ishe zonja, se stoja unë ty këtu, fare sotmi. Ti eshe bindur për t'i gjë. Mua kontenti më intereson. Nuk më intereson, edhe pse forma duhet thënë që është shumë e rëndësishme, apo jo. Besoj ti nuk është se ke ndonjë kundërshtim. Jo, nuk do thoja. Ti edhe arkitekte, mos thuaj që forma nuk ka rëndësi këtë jetë tani, Barbara. Po nuk është gjithçka. Po nuk është gjithçka. Po shumë çka. Është diçka. Është diçka. Me që është diçka forma, mund të më thuash që janë këto te rruga te kryeministria, te kryqëzimi, ke parasysh që është TVSH-ja, vazhdon kryeministria, është rruga nga ambasadë italiane që vazhdon këtej për të shkuar te. Po ndërtohen aty. Jo, e ke parë, besoj, e ke parë, çfarë janë ca njolla trotuaresh, njolla, se nuk është trotuar, që janë vënë mund mes të rrugës, nga të katëra anë rrugës, e ke parë? Diçka kam vënë re, se tani aty është bllokuar, nuk kalon. Ti si arkitekti që je, mund të më shpjegosh se unë do bëj emision më vete për këtë punë, se nuk e kuptoj dot. Për çfarë janë vënë se kanë bllokuar rrugën komplet? Këtë katërta të kryqëzimi kanë vënë kështu, i kanë vënë copa të vogla, ca të vogla, ca më të mëdha. Fakt nuk e kam parë. Zërbe. Jo, nuk e kam parë vërtet. Nuk kalon ti atje asnjëherë. Jo, afër kryeministrisë nuk kaloj, i rri larg. Zërbe. Dgjoj Barbara, të pyes në çfarë lagje ke shtëpinë? Unë tek Vasil Shanto. Mirë, okay. Po, kështu e kam në të kundërtën. Te Tiranë e Re, domethënë. Po, Tiranë 3. Bukur shumë. Dgjoj Barbara. Direkt aty pas shkollës. Ti ke një vëlla binjak? Po. Po të ngjan ty? Ngjajmë si motër e vëlla, po nuk ngjaj si binjak, jo. Edhe jemi edhe pak ndryshëm si karakter. Në fillim kujtova se kishe motër binjake. Dhe thash vete, unë do doja të kisha Barbarën dhe motrën binjake në studio. Dhe se thash, të imagjinoj të ishte të dyja njësoj. Jo. Në fakt jo. Po faktikisht po më kishe thënë do e kisha marrë vllajën se dhe është shumë interesant. I ndryshëm nga unë, por shumë interesant. Po i ndryshëm nga ty, do doja dy njësoj pra. Po tani çfarë bëjmë? Mirë as unë edhe nuk është gjë e keqe. Barbara dëgjoj, mund të më thuash një gjë para se të pyes për sa gjëra të tjera të tuat. Pyes për arkitekturën e këto. Si arrite që të thuash çfarë u bë sebeb shkak që ti të lidheshe me partinë e Agronsherrit? Unë, shko, e para nuk u lidha me partinë e Agronsherrit, sepse unë nuk shkova aty në një pozicion të caktuar pasi partia u krijua. Unë isha pjesë e krijimit të asaj partie. Unë jam takuar me Agronin në 2021. Dhe kam qenë pjesë e fushatës Agronit. Po kush të njohti pra me Agronin? Unë kam qenë në Partinë Demokratike më parë. Dhe ashtu jemi njohur me Agronin. Ti ke qenë PD më parë? Kam qenë PD më parë. Unë vi nga familje persekutuar, kështu që për hatër të familjes, ose asaj që më kishim mësuar, u anëtarësova në PD fillimisht. Aty kam takuar njerëz të jashtëzakonshëm. Po fillova, sidomos vitet e fundit, takoja njerëz me cilët mendoja njësoj. Dhe kështu ishte edhe historia me Agronin. Menduam njësoj dhe në një farë pike kuptuam që Partia Demokratike nuk ishte shanse të ndryshonte më. Dhe vetëm alternativë për ne ishte ndryshonim ne, të hapim ne një forcë sërish. Pra historia jote me Agronin ka filluar që në 2021? Po, në 2021 jam takuar me Agronin. Dhe kemi punuar bashkë për fushatën e Agronit si... Po dali i sekund, 2021 Agronin nuk e dinte i do bënde partia, apo jo? Jo. Pasu nuk e dija që Agroni do bënde parti 2021. Por ama kemi marrë hapa dhe iniciative gjithë kohës për të reformuar dhe për të ndryshuar PD-n, qoftë unë apo Agroni apo edhe njerëz tjerë. Derisa e pam që nuk do ndryshonte më asgjë. Dhe ne mendonim, ose arsyeja pse ne e hapëm Partinë Mundësia ishte pikërisht sepse donim një forcë të djathtë, po të djathtë e vërtet, një forcë që do shikonte nga ardhmja, që do bënte opozitë vërtet, dhe që një ditë kishte shans të kthehet në një qeveri të pakorruptuar. Dhe ne mendojmë që e përfaqësojmë më së miri, dhe unë e besoj këtë gjë që kam bërë. Dëgjoj, unë vërtet nuk u zgjodha deputete në këto zgjedhje. Do doja apo jo? Po patjetër që do doja. Kush në një garë dhe nuk do donte të zgjidhej, patjetër. Unë hyra dhe kisha shumë ambicie në këtë garë. Por moment që mbaroi numërimi, unë nuk u zgjodha, e vetmja pyetje që kam bërë vetes ishte, po ta dija një vit para, që unë nuk do zgjidhesh, pasi kemi bërë gjithë këtë punë, a do e bëja atë njëjtën hap, do e merja atë njëjtin vendim për të hap Partinë Mundësia? Përgjigjja ka qenë shumë e thjeshtë, po. Gjithmonë do merja atë njëjtin vendim. Pra edhe po ta dije që nuk do zgjidhesh. Absolutisht, unë e dija kur ne filluam Partinë Mundësia që do ishte një rrugtim shumë i vështirë. Madje kur ne hapëm Partinë Mundësia nuk diskutoj mandati 2, diskutoj mandati i parë, nëse Agroni do merrte apo jo mandatin e parë. Nuk kam qenë në një moment, në një pozicion, si thua, të sigurt. Por e di që të gjithë kemi luftuar shumë që të kishim një rezultat të mirë. Nuk është rezultati më i mirë që mund të merrshim, por
Mendoj e kemi një fitor. Do rikthehemi prapë te pjesa politike. Më thuaj një gjë, ti ke mbaruar arkitekturë apo jo? Po. Ke mbaruar këtu në universitetin këtu në Po, tek Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës në shtet. Në shtet. Mund të më thuash këto kullat e Ramsit të 4 dhe Ramsit 3 dhe Ramsit 2, sepse ai ka kohë që i bën kullat. Tani janë kullat e reja të Ramsit 4 ose të tretë që kemi parë tani. Si duken, më thuaj sinqerisht. Pavarësisht që po i bën ai bile po se thuash, okay, ai merr këto studiet e huaja, merr këto arkitektë huaj, kështu që i quan si shumë të famshëm. Kështu unë këto nuk është se i di ti do më thuash, a është e vërtet apo është thjesht një legjendë urbane kjo? A janë vërtet ata më të mirët e botës që vinë këtu, apo janë disa arkitektë që vinë sepse ky ka qef që t'i sjelli për të krijuar, për të bërë propagandën e vet etj. Pra. Dhe kullat e vetvete ti e pro apo kundër një herë, sepse unë për shembull unë jam për qytete sa më të ulta, me përmasa njerëzore, nuk pëlqejnë gjërat e larta. Dhe kur shkoj për shembull jashtë që iki për qefin tim, zgjedh më qytete që mundësisht të shoh qiellin. Kur jam në rrugë poshtë, që urem diku në një kafe ose që ezi, që mos kem nevojë ta ngër kokën kaq shumë për të parë qiellin, po të shoh qiellin duke ngritur kokën kaq. Kjo është në shihet e mia, po shihet janë relative. Ti vet, je pro apo kundër kullave? Shiko si qëndron puna. Jo gjithmonë ndërtimi është zhvillim. Edhe Tirana është rasti që tregon më qartë këtë gjë. Ti mund të kesh kulla kudo, po ti nuk ke zhvillim të qytetit. Përkundrazi, qyteti është bërë më pak i jetueshëm. Kjo është histori tjetër. Tani, unë di të them nga ana estetike, ti si arkitekti që je. Ka kulla që më pëlqejnë, ka ndërtime që më pëlqejnë. Cilat që janë bërë në Tiranë, për shembull një nga ndërtimet që më pëlqejnë është Forever Green. Është kulla përballë kishës ortodokse, përballë katedrales. Ajo që ka të formë kështu si. Do doja të kishte pasur një vendosje tjetër, po them, sepse duket sikur nuk ka mjaftueshëm kontekst për rreth, po është një kull që më pëlqen. Po është një kull, ajo është një kull, një ndërtim. Ajo një? Po. Ato do thoya që më pëlqen. Tjetër që më pëlqen. Nuk e di emrin, por është kulla përballë ekonomikut. Jo kulla fiks përballë pas saj. Është me e kuqja? Jo e kuqja, është mbrapa. Ajo që është me lule në për kështu, me lule në për balkone? Po, më pëlqen dhe ajo. Gjithsesi ajo që do thoja edhe vlen në çdo rast, nuk ka të bëj kulla nëse është e bukur apo jo, ka të bëj e para vizionin që ti ke për qytetin. Për shembull, unë do doja që Tirana, sidomos, që është kryeqyteti, të kishte një plan zhvillimor që e zgjeron Tiranën. Jo një plan që e bën ato kompakte si ky që është sot dhe e zvoglon. Për shembull, kur erdhi Velia, gjëja e parë që bëri shpalli pyllin orbital që në thelb është një mur për qytetin, që nuk lejon zhvillimin e saj, po në fakt, nëpërmjet kësaj kanë krijuar filozofinë e shem për të ndërtuar. Dhe Tirana është shembur për të ndërtuar, ndërkohë që fare lehtë mund të kishim pas një pjesë të re të qytetit që krijonte shumë zhvillim për gjithë qytetarët, mund të ishte më e përballueshme edhe për njerëzit. E kuptoj. Barbara, ti vetë çfarë raporti ke me, sa thuash, me zanatin tënd, me shkollën që ke mbaruar me arkitekturën, pra e ka ushtruar apo ke mbaruar? E kam ushtruar dhe tani po ushtroj prap. Do muajt e fushatës nuk mund ta ushtroj, po tani jam rikthyer ta. Po punon në një studio tënde, në private? Kam punuar, atëherë kam punuar në 2 studio më parë, derisa kam dalë në vete. Tani punoj si freelancer, për shkak se edhe kam nevojë. Freelancer për ata që zinë anglisht, do të thënë që punon për qefin tënd. Po, për qefin tim punoj se duhet punuar edhe më pëlqen. Po, kam pavarësinë time. Edhe bëj projektim dhe zbatim. Kjo me kokën e Ramës, për shumë, se harova të pyet, tani më kujtua. Kulla që është në kratë 15 katëshit, me që është koka e Ramës, duket, ta thonë është e Skënderbeu, në fakt, ajo është e Ramësit 4, e dalohet. Dhe ti jesh vërtet naiv dhe budalla mos e kuptosh. Përgjithsisht autokratët, që mos them diktatorët, e kanë një mani për të vënë fytyrën e vet në qytet, dhe ky rast nuk ka qenë ndryshe. Do thoya unë. Nuk pëlqen jo vetëm kulla aty, po nuk pëlqen çfarë po ndodh rreth qendrës. Për shembull, një nga gjërat që më ka pëlqyer më tepër në Tiranë, ose që më mbaj mend që fëmijë, ka qenë që kur rrija në qendër qytetit, arrije të dalloje siluetën e qytetit, domethënë male, dajti, podrat, ka qenë e jashtëzakonshme, shumë e bukur. Dhe mendoj që janë shumë pak kryeqytetet në botë ku ti rri në qendër qytetit dhe arrin dallosh majën më të lartë të qytetit. Në Tiranë tani ka filluar edhe pamja i është bllokuar, duket sikur po i merret fryma, dhe unë nuk kam qenë për këtë gjë. Normalisht e kuptoj, metri katror është shumë i shtrenjtë sa ma afërshesh. Agroni për shumë që është një partizan i flakt i zhvillimit, i ekonomisë tregut, i lirisë tregut e tjera, qa thot për të keni biseduar? Shiko, të jesh partizan i lirisë tregut nuk do thot që duhet mbështesësh korrupsionin.
Jo, po flas. Kjo që ka ndodhur në Shqipëri, sidomos shiko. Po flas në vizionin se korrupsion ka gjithandej. Jo, nuk është, te mos ta justifikojmë. Korrupsioni mund të ketë gjithandej, po në nivelet e Shqipërisë është i frikshëm. Një nga gjërat që njerëzit nuk flasin këtu dhe që ka bërë shumë shtrëngje të thënë për shqiptarët është pikërisht blerja një prone. Ju e dini, blerja një prone. Po blerja një prone nuk është rastisht në këto çmime. Sot që të marrësh një leje ndërtimi, duhet paguash me miliona euro para se ti të fillosh ndërtimin për të marrë lejen. Që normalisht çdo gjë këtu është bërë lidhur me pushtetin, është monopolizuar çdo gjë. Nuk ka konkurrencë dhe kjo e bën tregun të pazhvillueshëm. Shteti ka ndërhyrë në treg, kështu nuk mund të ketë barazi, nuk mund të ketë konkurrencë. O Barbara, dëgjoj Arianin, jam kurioz ta di, cili është aktiviteti jot tani pas 11 majit? Vazhdon selia e partisë funksionoj, apo tani jam pushime? Normal, jo, vazhdon selia e partisë funksionoj, sidomos të ditë që kemi qenë duke organizuar për rinumrimin e kutive të Tiranës edhe Fierit. Qa thuhet, ka shanse që të mos preket mandati Kaprit? Shikon, do të themi këtë gjë, që në numrim, apo në gjithë procesin e numrimit, kanë qenë PS-ja, PD-ja, PSD-ja. Ne nuk kemi pasur të bëjmë me procesin e numrimit. Janë ata që i kanë numruar. Nuk besoj që votat e Partisë Mundësia kanë shans të preken, edhe pse është përpjekur gjatë procesit numrimit që votat e Partisë Mundësia të tjetërsohen. Po kemi qenë aty për ta mbrojtur votën dhe ka qenë më e pakta që mund bënim, se në fund ditës është vota e shqiptarëve dhe duhet shkojë aty ku shqiptarët kanë votuar. Tani nëse bashkohen PS-ja dhe PD-ja nuk di të them eksaktësisht, por unë jam e bindur që mandatin tonë nuk e prekin dot për arsye se ne i kemi marrë ato votat. Nuk është një mandat që dikush na ka falur, nuk është një mandat që ka tepruar nga diku. Janë votat tona dhe janë mandatet që ne meritojmë. O Barbara, të i thua, ambicia ime, thua ti, nuk është të jem thjesht në politik, por të krijoj një model të ri për gratë dhe vajzat e reja. Thua ti që nesër një vajzë nga Mati të më shoh si model të saj, modeli që do doja të kisha pasur vetë. Dua që politika të bëhet më njerëzore, më e ndershme, më punëtore. Dhe e kam shumë seriozisht që të jem pjesë e një brezi të ri që e ndëron atë seriozisht. Rrënjësisht. Absolutisht. Je vërtet kaq idealiste? Po, patjetër. Përpara se mund të jesh e re, mos të jesh idealiste, është pamundur. E re, prit tani një sekond. Ti e reja se je 28 vjeç. Po, këtë idealizmi është në moshën, po themi, midis 18, 20, 22, në momenti kalon 23, 24, fillon e kupton që në fakt nuk ka asgjë tjetër për teje, kupton? Shiko, po prandaj jam politik. Se po të kisha ndryshuar mendimin kur isha 22 apo 23 vjeçe, që ka ndodhur çdo gjë që ky mendim ndryshonte në fakt, ndoshta s'do isha marrë me politik. Po se jam idealiste, se i besoj vërtet ato vlerat, se vërtet dua të ndërtoj një model, vazhdoj të merrem me politik. Cila është pika jo më e fortë? Për shembull, pse duhet që unë të të ftoj prapë ty në emision? Thonë do kisha shumë dëshirë të kisha, po cila është pika jote më e fortë që mua të më bësh vërtet kurioz dhe thua unë dua Barbarën, të them dua Barbarën patjetër në studio. A thua do ti? Se kam guxim. Guxim për çfarë? Kam guxim të veproj, kam guxim të flas, kam guxim të them gjëra që unë mendoj. Më bëri një përshtypje një telefonat që bëra 2 ditë para zgjedhjeve me një profesorin tim. Dhe i tha, shiko, unë do ta kesh marrë vesh, unë kandidoj, po kam nevojë shumë për mbështetjen tënde. Me profesorin tënd? Me një profesorin tim. Me ish profesorin? Ish profesorin tim të arkitekturës. Edhe më tha tekstualisht të gjë, tha, shiko Barbara, tha, unë nuk votoj dhe ti e di, por kur kemi bërë një bisedë për gjendjen e opozitës apo për qeverin, më the disa gjëra që pasi mi the thash, okay, dhe kjo si gjithë tjerët, më thot sa gjëra mua bete kafje, po nuk bën asgjë. Dhe pastaj tha të dëgjova një javë më vonë në një emision, dhe ti i the eksaktësisht çam kishte thënë mua në kafe. Dhe fole pa doreza ashtu siç më kishte folur mua. Dhe mendoj që kjo është gjëra që më dallon. Unë atë çfarë them e mendoj edhe e jetoj në atë formë. Që kjo gjë nuk do ndryshojë. Dhe nëse ti do më ftosh më vonë, do të them pikërisht atë që mendoj, jo atë që më thuhet për të thënë. Qartë e kuptova, po ti mendoj që sinqeriteti luan rol të madh në politikë, pra për të ecur, për të bërë karrierë në politikë, për të ardhur në pushtet, për të pasur pushtet? Të gjithë më kanë thënë që sinqeriteti të pengon. Të pengon, madje ma kanë kthyer sinqeritetin për naivitet. Unë nuk mendoj kështu, unë mendoj që të jesh vetvetja duhet të ndihmojë, nuk ka rrugë tjetër. Pastaj ti tregon kush je. Njerëzit e dinë nëse të votojnë ty, nëse të pëlqejnë ty, nëse të ndjekin ty apo jo. Nuk janë votuesit kaq pazgjuar apo kaq pavëmendshëm. Ku arrin ambicia jote? Përveç faktit që ti do doje të ishe deputete sot. Mund të jesh për shembull në zgjedhjet e tjera. Ambicia jote ku ndalon?
kur je me veten tënde para pasqyrë, për shembull, ose je shtrirë në krevat dhe shikon tavanin, për qef dhe po mendon për jetën tënde, ku mbaron? Ditë ma thuash ku mbaron ambicia jote, Barbara? Jo, nuk di të them ku mbaron. Ose unë jam një njeri që ndërroj. Unë nuk di se si ti mund të jesh politik dhe mos të ndërroj. Ti ndërron ti jesh kryeministre e Shqipërisë? Një ditë, po patjetër. E ke këtë ëndër? Po patjetër, absolutisht. Po e ke patur kur ishe 16 vjeç që e filluar të që u futën? Kam patur që kur isha edhe më e vogël se Bebe, se e thoshi e prindërve, ku ti thoshi për shkak që unë do jem kryeministre? Mamit ja thoja shpesh. Ja thoshe mamit. Babit ja thoja më pak. Pse? Se babi do e besonte dhe do më mbështeste më tepër. E kam mbështet babi. Mami nuk e merrte seriozisht. Mami jo. Se mamat me gocat nuk marrin asnjë seriozisht gjërat. I marrin seriozisht, po ndoshta nuk ka qenë lehtë për prindrit e mi të pranojnë që unë do bëja politik. Do kishin dashur të bëja çdo gjë tjetër përveç politikës. Ndoshta edhe për faktin se jam vajzë. Po dëgjoj Barbara, cili ka qenë modeli yt në politik? Dhe kur them politik, nuk kam fjalën vetëm këtu në Shqipëri, po edhe më gjerë, me çka ke parë, me çka ke dëgjuar. Ke një model për shumë femëror në politik? Po nuk do thoja eksaktësisht. Unë prandaj një farë mënyrë kam thënë që dua ndërtoj vetë një model. Modelin që doja nuk e ka frymzuar. Nuk them që po them, shiko, sepse nganjëherë ngatrojmë, sepse leadershipi nuk është vetëm në politikë. Ti leadership mund të kesh në fusha ndryshme, në punën ku je, në lagjen ku je, në shkollë. Për shembull, mami im ka qenë absolutisht model. Unë për shembull, mesazhet që merrja më tepër në fushat ishin nga nxënësit. Mama jote ka qenë mësuese, babai shofer. Po. Po kur thua shofer, shoferi kujti, ma uneve, çka ka qenë babai? Ka qenë me mjetet ndryshme, ka bërë gjitha. Me mjetet të mëdha? Edhe me mjetet vogla, furgon, autobus. Po tani, babai vazhdon furgon? Po tani është kthyer, 2 vitet e fundit është kthyer në sipërmarrës, gjë që më bën shumë krenare. Se do të thënë, të gjithë nisin biznesin kur janë shumë të ri, atë ka nisur tani që ndihet i ri, po them. Sa vjeç është babai tani? 58. Po që ka i ri babai? Po mamaja është mësuese ku, në shkollën e mesme, në shkollë? Në gjimnas, është mësuese në gjimnas. Dhe jep lëndën e historisë. Dakor. Edhe po thoj që edhe gjatë fushatës merja shumë mesazhe edhe për mamin tim. Më thonin jam ish nxënës i Zyshbanës. Edhe më bëri të kuptoj edhe impaktin që ajo ka pas tek një brezitër. Edhe ndonjëherë nuk duhet të dalësh në televizor, apo ti je politik për të pasur impakt, apo për ndryshuar jetët e njerëzve. Dhe jam krenar me atë që ka bërë mami im. Po ka qenë model shumë i mirë dhe unë vërtet jam e fatë qani. Për njerëzit që më kanë rrethuar, për familjen ku kam lindur, për dyert që më janë hapur, si kjo jotja sonte, për shembull. Fali sekond, tani unë këtë do të pyes, nëse më lejon, ta bëjmë shumë si bisedë të lirë. Po bisedë të bëjmë. Po pra, se ti thua që ke ambicie dhe ke ndëruar të bëhesh kryeministre apo jo një ditë. Ti je kryeministre e Shqipërisë. Dakor? Sa herë do ta thuash po? Po du ta them patjetër që sepse nëse themi ato. Që mua më duken sikur të gjithë ata që futen në politik, sidomos kur janë të ri, dhe nuk e shprehin ambicien e tyre ose e mohojnë ambicien e tyre, më duken pa vërtet. Si do ta mohosh? Unë nuk ndërroj të bëhem këshilltare, nuk ndërroj ku diun të bëhem zëvendëse e diçkaje. Nëse kjo do ndodh do jetë rastësi, po unë do punoj për të arritur kulmin e ambicieve të mia. Do thotë duhet të vrasësh dhe Agron Shejën apo jo? Tani si të vrasë, unë për të vrarë nuk vrasë njeri, jo. Fizikisht, jo, politikisht, për të arritur ati lartë, të shkelësh mbi kufoma. Është simbolik, jo. Ju ka ngellur të gjithve nga Rama, e tha Rama dhe tani e përsërisin të gjithë të vrasjen e babait. Jo, s'ka tha Rama vrasjen e babait, jo. S'ka qenë kështu. Rama është shumë i vonët, vrasja e babait është... Long time ago. Qa lidhje, ka shekuj që është thënë. është koncept politik, pra, vrasja e babait, jo vetëm politik, është dhe në jetë. Një djalë që të rritet të fitoj pavarësinë, duhet vrasi babait, në kuptimin duhet... Duhet dalin nga... Po pra, që ti të bëhesh kryeministre, para se të mundësh kundërshtarët e tu, ose më mirë, do mundësh po duhet mundësh edhe aleatët, edhe njerëzit e tu. Pra, e ke këtë gjë apo jo, Barbara? Pra, trosh mua beti, Barbara, që ti bijem shkurt. Në zgjedhjet e tjera, kur do që ti jenë ato, edhe pse këtu janë një 4 vjetë, se s'ka arsye të këtë zgjedhje parakoshme, se këtu jemi të qartë. Ti do jesh prap gota, më falë, ja ta mbaroj fjalim për ata që duan të gjënë, se unë e di që ti më kupton para se të flasë. Do jesh prap në krata Agronit dhe shërbim të Agronit, apo do jesh Barbara Doda, të dalësh vetë dhe thuash, unë jam Barbara, unë duhet bëjmë kryeministre e Shqipërisë. Se kjo është pyetja ime. Pyetjet e tua janë të zakonshme, me qëra Lafi, se... A do flasim troç? Jo, po troç flasim. Apo do t'injejmë? Shiko, do t'dish arsye në vërtet pse jam me Agronin, pse jam në një parti me Agronin,
Nuk më intereson ajo. Jo, po duhet të t'interesoj tani. Unë duhet nga ambicia jote. Po ja se ta them unë. Këtë jemi agroni shumë mirë bën me. Shiko. Bëre shumë mirë se po t'ishe në PD, në base nuk do t'njifin fare. Duke dalë me agronin, ti u bëne e njohur, se në PD mund t'ketë shumë. Shiko, qa ke parë... Më mire pare fshati se sa e fundit e qytetit, e kupton? Që i ti ke bërë një lëvizje shumë në mënshur. Sa goca ka sot në PD që nuk i njeh askush. Ma thuaj pak. Kur them goca edhe çuna, se nuk ka vetëm nuk është çështje gjinie. Se është parti më e madhe ajo, edhe pse është duke zogluar është më e madhe. Ti u tregove shumë e zgjuar me ndjenjën tim tani, po bëjmë bisedë, sigur jemi miq në kafe duke pirë kafe, kupton? Pra ti treguosh, pra hapi jot i parë ishte brillant për mua, siç e shoh unë, është mendimi im. Problemi është në fushatën tjetër do bësh të njëjtën gjë, apo do mendosh pak për veten tënde, apo thua është herët, prit, kam kohë. Kjo është pyetja ime. Shiko, në çdo fushat që ti bën, normalisht ke qëllimet caktuar, siç kishim në këto zgjedhje. Po qëllimi im i parë për këto zgjedhje ka qenë që partia mundësia të jetë në parlament. Dhe mendoj që është një qëllim i përbashkët për gjithë ne që e arritëm. Paçka se unë nuk u zgjodha deputete. Tani. Mërzitej su zgjodhe? Në momentin që e pe që apo ishe e përgatitur? Po patjetër, nuk ka garë që ti futesh dhe shanset janë ose do zgjidhesh ose nuk do zgjidhesh. Nuk ka ndonjë shkak. Jo, ti je rëndësishme në partinë e Gonit, edhe pse është parti e re, je e treta në listë. Po pra, po ti po i referohesh në mënyrë të gabuar, domethënë her pas here. E para, një nga arsyet pse unë jam me Agronin, edhe pse kemi hapur këtë parti bashkë, sepse besoj tek Agroni. Unë nuk mendoj se problemi i partive të tjera kanë qenë se kanë pasur një lider caktuar, po ka qenë se ka pasur një lider që nuk merrte përgjegjësi dhe nuk dinte të ndalej më. Dhe unë nuk e shikoj këtë gjë tek Agroni. Shikoj, partia Mundësia nuk është ajo parti ku ti nuk mund të kesh ambicje, apo për të pasur ambicjen duhet të vrasësh antarët e partisë. Përkundra, si nuk e shikoj kështu. Mendoj që të gjithë po bëjmë simbolike është ajo. Po bëjmë një rrugë të gjithë që është rruga e drejtë, jo rruga... Unë nuk e bëra këtë gjë që unë kisha më tepër aparencë në televizione, apo t'isha më e njohur në rrjeteve sociale, përkundër, unë e bëra këtë gjë çani se kjo është gjë e drejtë për t'u bërë. Unë e kam besuar që kjo është gjë e drejtë, se kudo më çonte është një tjetër gjë, është rezultati punës tonë dhe i besimit që unë kam pasur që në fillim. Kupton, kjo nuk është, unë nuk bëra një llogari matematikore. Po të kisha bërë këtë llogari, shanset do ishin që nuk do isha me Partinë Mundësia, ndoshta. Do kisha ndetur, si gjithë të tjerë, do kisha ndetur e veçuar, duke pritur ndryshimin, po unë jam person që dua ta marr në dorë ndryshimin dhe të bëj pamundurën për këtë gjë. Ti e yllbote, po më vjen ca mesazhe. Goni ka thënë që duhet çdo parti opozitare të bashkohet dhe të mbështetë një kandidat përbashkët që është jashtë politikës. Kush mund të jetë ky, më thot mesazhi, si ka mundësi që Mundësia është e gatshme për këtë, duke marrë parasysh konfliktin me Lapajin dhe PD-n. Ndërkohë pastaj më thot, nga i dik bisedën tonë, thot Margaret Thatcher për shembull, thot si ka mundësi, grua e hekur dhe libertariane, si ka mundësi që Barbara nuk ka model, thot. Okej, dhe pastaj vazhdojnë. Vetëm mos harroni këtë gjë, sepse ju flisni për Margaret Thatcher, se ma thon disa herë këtë gjë. Unë flas për modelet që unë i kam parë. Margaret Thatcher nuk është një model që unë e kam parë. Unë nuk kam jetuar në kohën e saj. Unë flas për modelet që kam pasur unë si vajzë duke u rritur. Të gjithë dalin dhe flasin për një model që e kam parë në për libra, e kam parë në për dokumentare. Kjo nuk është e sinqert. Unë flas kur kam qenë unë para televizorit, unë nuk e kam pasur një model tillë. S'kishe asnjë femër. S'kam pasur një model tillë. Se këtë po thua ti, duhet kesh një model, po ka pasur femra në politik, por unë nuk mendoj që kanë bërë përfaqësimin e dur, ose atë që do kisha dashur unë të bënin. Ose nuk kanë bërë mjaftueshëm, do kisha dashur unë. Dakor, nuk kam asnjë kundërshtim me këtë. Unë nuk... Se kanë gjitur asnjëra me një fjalë, është tërë shumë beti. Përshëndetje Çani, vjen mesazh tjetër. Pyete Barbarën. Po njëherë për pyetjen e parë apo ta lëm atë... Jo, nuk do e lëm, po ta lexoj edhe këtë. Pyete Barbarën, pse nuk i shpalli luftë hapur, PD-s, po vuajmë që ti dilni kundër se na kanë zhgënjyer. Në Britani është shembull konkret, thot. Partia Reforma e Farazhit, thot, i ka shpallur luftë hapur Partisë Djathtë Konservatorëve dhe është e para sot sondazhe. Ju nga PS nuk merrni vota se ata i kanë parizanët deri në varr. Pse nuk merrni PD-n, thot? Sa të përgjigjesh, po? Me pak fjalë. Ta bëjmë kështu se radhë gongu. Edhe jo do të bëjmë, ç'a kemi le të një sekond, Barbara. Jo, kemi një ndërprerje të shkurtër. Do bëjmë ndërprerje? Po. Atëherë mbajmë mend këtë pyetje që ta bëjmë një herë pas ndërprerjes. Okej. Jepi Ledio. Të vina
Kemi rikthyer zonja Zotrin në këtë pjesë të fundit të emisioni Zonë e Lirë. Në kam mbetur akoma disa minuta me Barbara Dodën nga partia Mundësia. Numri 3 kësaj partie mund të ishte deputete, por nuk u bë dot. Agronshea dhe Alkapri morën mandatin, Barbara jo kësaj rade, po me siguri që kjo vajzë duhet si para, dhe shikoni. Përveç guximit, Barbara, do të përgjigjesh pyetjes që më erdhi në mesazh, çfarë të karakterizon tjetër? Se the Arjan, pika ime e fortë është guximi dhe i them gjërat siç i mendoj. Problemi është që një miku im filozof të studio quhet Marsit Gupi, her pas here thotë gjua na është dhënë për të fshehur mendimin. Ti ndërkohë mendon tjetër, mendon të kundërtën. Gjua na është dhënë për të qenë sinqert, thua ti. Edhe për ta përdorur sa më mirë, për të folur, për të dhënë vërtetën, për të përfaqësuar njerëzit. Unë jam me fat që kam një zë dhe që më është dhënë edhe mundësia që ta shpreh publikisht mendimin tim. Do të lexoj një mesazh që më erdhi. Lexoj edhe një herë për publikun. Të fundit. Po. Presidenti Çani pyet Barbarën, pse nuk i shpalli luftë të hapur PD-s? Ne po vuajmë thotë që të dilni, thotë, se jemi zhgënjur nga PD-ja, merr shembull me britanisë, thotë Partia Reforma e Farazhit i ka shpallur luftë të hapur Partisë Djathtë Konservatorëve, thotë, është e para sot sondazhe. Kjo është e vërtetë në fakt. Ju nga PS nuk merrni vota, thotë, se ata i kanë partizanët deri në varr, thotë. Pse nuk merrni PD-n? Tani se e ka bërë sigurisht në dorën tonë, pse nuk merrni PD-n. Pse nuk i bini më valla? Farazhi aty po i bie partisë. Dhe ngrit sondazhe. Nëse Agronshea ka zgjedhur, them Agroni sepse ai ishte kryetari, normalisht dhe ka një vizion për të shpallur. Ai thotë jo, unë nuk merrem me këta të PD-s, thotë ai. Unë merrem me qeverinë, thotë, nuk merrem fare me opozitën. Ndërkohë që votat i merr këtej, nuk i merr, besoj se i merr nga ata të Ramës. Përkundrazi. Ne marrim vota të njerëzve që nuk janë përfaqësuar, të njerëzve që kanë ndirë vetëm pa përfaqësuar, qoftë majt apo djathtë. Normalisht që po patjetër që bëjmë sondazhe. Shiko, është më e thjeshtë të marrësh votën e djathtë se ne jemi parti e djathtë. Ne mendojmë që i përfaqësojmë mirë djathtët, ata që janë sipërmarrës, ata që janë pronarë, ata që janë të përsekutuar, ata që kanë shkuar jashtë, ata që ja kanë dalë me punë, i përfaqësojmë mirë, kështu që normalisht marrim votat të tilla, por ne kryesisht marrim votën atyre që nuk janë përfaqësuar. Ndërsa për sa i përket Partisë Demokratike, po të kishim pasur një mendim, ende që Partia Demokratike... Vetëm atë do heqesh pak nga mikrofoni që mos ta bëj zhurmë, po? Nëse do kishim pasur një mendim që Partia Demokratike do kishte shans të ndryshonte, patjetër që do ishim përpjekur akoma, por ndoshta publiku nuk e di, të gjithë ne jemi përpjekur ta ndryshojmë PD nga brenda. Për shembull në 2021-shin, kur Agroni vendosi të dilte kundër Lulzim Bashës, ne kemi bërë fushatën me Agronin, dhe ka qenë fushatë e vështirë se kemi pasur të gjithë kundra. Më pas në 2022-shin, unë vetë kam garuar brenda Partisë Demokratike, pikërisht se nuk doja të isha cinike. Unë doja të garoja, të tregoja forcë, të tregoja idenë time, doja të ndryshoja dhe të reformoja Partinë Demokratike. Nuk ishte momenti me sa duket, as për mua, as për Agronin, po as për të tjerë që janë përpjekur. Se prandaj zgjidhja e vetme ishte të hapnin Partinë Mundësia. Por kjo nuk do të thotë se ne u dorëzuam. Kjo nuk ishte një dorëzim. Kjo thjesht ishte u kthye në një gjë të kotë. Sado që ne të punonim brenda Partisë Demokratike, qartësisht ndryshimi pengoi. Më thuaj një gjë, Barbara, për ty, ti je më shumë partizane e kujt formule, lëvizja gjithçka, qëllimi asgjë, apo e formulës lëvizja asgjë, qëllimi gjithçka? Normalisht, çdo gjë që ti bën duhet të kesh një qëllim, edhe duhet i rrish atij qëllimi, atij objektivi. Po edhe lëvizja ka shumë rëndësi. Do thoya pak nga të dyja, por qëllimi për mua është gjithmonë më i rëndësishëm. Pra qëllimi jot tani personal, sigurisht duke e parë vetëm brenda një organizate politike siç është. Po. Është që e para ty ishte në parlament apo jo? Shiko. Apo mund të vazhdoj jetë e jote, thosh mund të vazhdoj pasionin politikën dhe jashtë parlamentit. Po, absolutisht. Unë mendoj që mund të kem edhe impakt edhe jashtë parlamentit. Kjo gjë nuk do ndryshoj. Unë në këtë vitin e kaluar që ti më ke ndjekur, unë nuk isha në parlament. Dhe kam bërë dhe kam ngritur dhe kauza. Për cilën njerëzit më kanë ndjekur. Ti nuk e pranon dhe duke sigur, më fal të them, po duke sigur unë sigur të nërvlefsoj kur them që po mos ishet në kratë të Agronsheajt, në spote publicitare që bëja, spote politike që bëja me Agronin, mbase nuk do ishe ka që njohur, Barbara, pse se pranon këtë gjë? Po e pranojmë, unë duhet të them diçka tjetër. Unë jo vetëm që pranoj... Unë është ke ekzistuar me mendjen tënde, me fytyrën tënde, me mbrynën si flet, me guximin tënd. Ti mendon që ke ekzistuar sepse je ti,
Apo se dikush tjetër vendosi ti të ekzistosh. Kjo është pyetja ime. Unë kam nisur kjo pyetje mund t'i bëhet çdo kujt. Tani, unë kam nisur të merrem me politikë që kur kam qenë 16 vjeç. Jam antarësuar në forumin dhe unë kam dalë. Hera e parë që kam dalë në media, fjalimi i parë që kam mbajtur në pallat kongreseve ka qenë 16 vjeç. Hera e parë që kam dalë në media kam qenë 20 vjeç. Unë nuk është se nisa politikën me Partinë Mundësia. Të kanë ftuar media, të kanë ftuar apo i ke trokitur në derë? Më kanë ftuar dhe më janë hapur dyrë dhe jam mirënjohës. Po si ka mundsi? Ke bënë një pyetje vetes se pse nuk i bie ti dyeve po të marrin njerëzit ty? Po të kjo besoj është gjë e mirë për mua, kështu nuk... Po pse, pra pse? E ke bërë një pyetje vetes, do flasim hapur tani bashkë. Po nuk, të ta bëj unë të pyetje, ti pse më ftove mua? Se përgjigja e kësaj e ti pse më ftove mua? Të ta them troç. Unë nuk të erdha, nuk të rash unë ty dhe. Të ta them troç. Sepse kur të shifja, dhe për e të parë takohemi bashkë, ti transmeton një energji pozitive. Po ndoshta për një njëjtën arsye bëjnë dhe të tjerët. Ndoshta pikërisht për të njëjtën arsye. Nuk besoj se kanë ndonjë arsye tjetër. Edhe për faktin që unë nuk vi në një studio thjesht për të ndetur, vi për të folur aty. Unë nuk vi vetëm se jam, ndonjëherë ftojmë në studio dhe jam e vetmja femër, po nuk vi aty për të qenë më e butë sa ata, apo më e mirë sa ata. Unë vi aty për të qenë e barabartë në të njëjtën karrige dhe mendoj që për këtë arsye më kanë ftuar. Por, këtë po thoja, dhe në karriera ime nuk ka nisur tek Partia Mundësia, po ditë të them këtë gjë. Nuk ka qenë ndonjëherë më e lehtë për mua për të rritur dhe për të bërë fushat, sepse kam qenë shumë krenare për atë që po bënim dhe mbi të gjitha ka qenë e lehtë me Agronin. Kujdo që kam thënë që shiko, kam hapur Partinë Mundësia bashkë me Agron Shen, ka thënë shumë mirë, Agronin e pëlqenin. Kjo ka qenë fakt. Terreni ka qenë i lehtë. Takimet me njerëzit kanë qenë të lehta, rrjetet sociale kanë qenë të lehta dhe patjetër ka shumë merit Agroni. Por normalisht edhe unë kam bërë pjesën time. Nuk e mohoj faktin që ma ka lehtësuar aspektin politik, por nuk ka nisur aty. Nuk mund ta mohoj që kam pasur një historik në parti para Agronit. Ne jemi takuar në politik, kemi dalë në media, po thuaj se në të njëjtën kohë, më thëmë. Kur të dy kemi hyrë në politik, kështu që unë mendoj thjesht që ka qenë gjë e dur, ndoshta momenti dur edhe për ne të dy. Jemi bërë bashkë shumë mirë. Jo vetëm me Agronin, po me gjithë ekipin, sepse mbi të gjitha, shiko, mbi të gjitha ne mendojmë ngjashëm, gjërat për cilët flasim, i kuptojmë, i mbështesim, jemi përkrahas ndaj njëri tjetrit. Të gjithë jemi munduar që të nxjerrim më të mirën e gjithë secilit. Dhe këtë hahet më shumë muhabeti me Agronin apo me Eraldin? Me Eraldin më hahet muhabeti, po dhe me Agronin pak më tepër, që të vërteta. Eraldi është me i butë shumë. Eraldi është shumë me i butë dhe biles shpesh themi shqyqyr që kemi Eraldin se na balancon mua dhe Agronin, se jemi pak më luftarak në të dy. Po përveç një të tresh, ka dhe një të katërt partia, apo jo? Ka, jo vetëm të katërt, ka të katërt. Përveç një të tresh që jeni shumë të njohur, pra. Këta tjetër që janë hije. Pikërisht ne kemi qenë pak më të njohur të tre, sepse para se të fillonin Partinë Mundësia, kemi qenë në politikë dhe më të dalë, po them. Lotni për vërdall. Pjesën tjetër s'ka dalë dosje. Jo, nuk e besoj. E di pse sepse pjesa më e madhe kanë qenë supportues. Edhe vetëm shpresoj të kemi bërë krenar, do medaljet tona, sepse fatkeqësisht jo të gjithë kanë pasur mundësinë tonë për të dalur dhe për të shprehur në media. E thon pse dali Barbara dhe jo unë. Ne kurioz ta di sa goca të tjera si puna jote ka që janë për shembull inxhinierë, arkitektë si puna jote ose ku diun zysha apo avokate apo që ne nuk i njohim. Ka të duash. Nuk e di nëse e dini, po Partia Mundësia ka pasur edhe në lista numrin më të lartë të grave dhe vajzave, në listat e kandidatëve. 6 nga qarqet e Partisë Mundësia janë përfaqësuar me vajza dhe gra. Dhe të gjitha të zonja, për shembull mund të përmend Fjerin, Frida Mavriqi ka qenë para Fjerit gazetare, Frida ka punuar 5 vite në media dhe pastaj ka lënë median për të ardhur te Partia Mundësia, aq shumë i besonte, domethënë. Rasti i ngjashëm është me Sara Zekan, që ishte para në Elbasan, apo me Jonida Çeçen, që ishte në Durrës. E kështu me radhë, ne kemi bërë mendoj një punë të jashtëzakonshme, edhe jam krenar për ekipin e vajzave dhe grave që ka Partia Mundësia. Njëra më e mirë se tjetra. Do doja të gjithë dhe besoj tani do ketë mundësi më tepër, shpresoj të ketë më shumë mundësi për to që të vinë në media. Ti mund t'i ftosh për shembull tani. Një ditë mund të jetë një ditë me vajzat e Partisë Mundësia. Duket si qok jo. Po, qok ose jo, mendoj që është mundësi. Duket si qok, me ty për shembull tani nuk po bëj qok. Po nuk e pse. Pra. Nuk e pse. Po, jo, ja. Shiko tani, unë nuk tash ti ftosh sepse ato janë vajzat e Partisë Mundësia, po them se vërtet janë vajzat zonja dhe janë të gjitha të mira dhe të zonja.
Po, ndryshe kur i fton të gjitha, ndryshe kur i fton tek e tek. Je dakord me mua? Po. O Barbara, dëgjoj Jani, të bëjmë një pyetje të fundit sepse koha po ikën edhe s'kemi shumë kohë. Po ti ishe kryeministre ti sot për shembull. Mund të më thuash cila do ishte masa e parë do mirë? Ç'do bie për këtë vend? Gjëja e parë kur uleshe në zyrën e kryeministrit, e zëm se Ramsi 4, paf do të hapte vendin, thoshte Barbara, ika unë, mirupafshim. Kanë të gjitha. Ç'do bëje? Ke menduar ndonjëherë? Shiko, unë mendoj që për të parë nga e ardhmja, do të mbyllësh njëherë borxhet me të kaluaren. Unë mendoj për shembull, duke qenë se vi vetë nga familje e përsekutuar, po një nga vendimet e para që do merrja, do ishte patjetër për të kthyer ose për t'ju dhënë ato çfarë ju takon gjithë familjeve të përsekutuara. Ende sot e kësaj dite, gati 35 vite pas komunizmit, vazhdojnë historitë me këste, që është e tmeshme, se cili duhet marrë atë çfarë i takon që ne të kemi mundësi të kalojmë dhe të shikojmë nga ardhmja. Po ditë ma thuar sa është shifra e këtyre njerëzve që po marrin lekët me këste akoma? Këtyre përsekutuarve? Tani nuk e di. Po si atëre e ke vendosur si prioritet, ndërkohë që ata mund të jenë shumë pak dhe nuk përbëjnë fare asnjë cilësi elektorale për ju? Jo, nuk është çështja nëse janë pak apo shumë. E para, pothuajse 1/3 e popullsisë ka qenë e prekur nga persekutimi. E qenë pra, sa janë sot? E dyta, unë thash, ne kemi nevojë të shikojmë nga ardhmja, po e vetmja mënyrë që ti shikosh nga ardhmja është duke u larë një herë mirë me të kaluarën. Dhe unë nuk shikoj mënyrë tjetër. Nuk po them se ky është prioriteti më i madh i një qeverie, por do ishte ndoshta një hap i parë për të lëvizur nga ardhmja. Ja e shleve borxhin përsekutuarëve me që familja jote është shumë. Po e dyta, cila do ishte masa e dytë? Më pëlqeu që mendove direkt për interesin tënd. Po nuk është çështje interesi, sepse familja ime nuk përfiton. Po të ngacmoj. Familja ime nuk përfiton. E dim se ngacmoj, po pëlqeu shumë kjo ide që se thua është gjëja që të shtyu ndoshta të hyje dhe të ishe. Po sepse më the gjën e parë që do bëja, kjo do ishte një nga gjërat e para që do bëja. Gjëja e dytë që do kisha bërë, do kisha ndërprerë të gjitha aferat korruptive që janë në Shqipëri, do kisha ndërprerë komplet. Të gjithë PPP-t që janë të hetuar nga Spaku. Nëse drejtësia i heton dhe këto PPP dalin të parregullta, puna e parë që do bëja do ishte kjo, absolutisht. Pra do kisha ndërprerë PPP-t, jo aferat korruptive. Jo, do kisha ndërprerë PPP-t, do kisha ndërprerë të gjitha PPP-t që janë në hetim nga Spaku apo që ka të dënuar në lidhje me të. E treta, se po presë më thuar është gjë e tretë me që më theja me pjafër janë. Korrupsionin. Gjë e tretë? Gjë e tretë, po presë me padurim më thuar është një gjë, qa bërë një djathë kur vjenë pushtet, më dhe? Një djathë i vërtet, se të thua, unë duaj që të bëjë partit të djathë i vërtet, më the. Shiko, gjë më rëndësishme pasaj që një djathë i vërtet duhet të bëjë, mendoj, është riformatimi i shtetit. Që do thot? Një shtet i vogël. Bravo. Faleminderit. Faleminderit, bravo. Do të takojmë prapë bashkë. Ma dha përgjigjen që desha më në fund. Jam shumë i gëzuar. Me këtë ke kaluar super test. Dhe thash, po mos ma thot të. Ishi me Barbara Dotën, zonja e zotëri, e lash bisedën këshu, jam mbylla si papritur, sepse Barbara do vi shpesh në studion time në që se ajo do ketë dëshirë. Nga kuptoni do thoni ju. Qani do të them... Nga kjo përgjigje fundit. Do të them edhe diçka, ti nuk e di ndoshta, po unë herën e parë që kam qenë në studion tënde, ka qenë këtu e 12-13 vite para. E qenë ti në emisionin tim? Kam qenë publik. Zërbe? Ke qenë të publiku? Po. Në vend të manekinave? Yes, në vend manekinave, po. Edhe po e mendoja kur po vija rrugës, do më thënë unë, herë e parë që kam qenë këtu ka qenë publik, edhe sot ti ke 60 minuta me mua. Me Barbara Dotën. Dale me 1 sekund tani, se tani më thonë në emisionin? Tani ta thash. Tani sepse po e mendoja kur po vija këtu dhe prandaj them shpesh që jam shumë mirënjohëse për dyert që më janë hapur. Nuk them, jam e lumtur për mënyrën se si kam punuar dhe gjërat që kam bërë. Por nga në tjetër publikut, e kupton? Po. Po le po ti e mbaje mend të fytyrën më burr. S'ka shans. Shisha fytyrë interesante ka Barbara. E mbaje mund më radio që ka qenë të publiku jonë, se s'ka mundësi unë të kësha vënë re. Këtë fytyrë simpatike do e kësha vënë re, nuk ka mundësi. Unë mos ka vetëm një herë, 2 herë? Më thëtë vërtetën. Një herë. Pra, ndaj se mbaj mund. Një herë. Pra, nuk e qenë publik që ke në një gjatë. Jo, ka marrë një herë. Po pse ka vetëm një herë dhe ke ikur? Pse? Ndodhi rastisht, ndodhi rastisht. Edhe me një shoqe? Po. Ndodhi rastisht që isha këtu. Sa vjeç ishe? Po. Në atë kohë? Sa ka qenë? Janë 28 para 12 vjetësh? 16 vjeç, siçka e tillë. Fiksa po kisha hyrë në PD? Pak më para ndoshta, diçka e tillë. Po. Po pse se erdhe herë tjetër prapë? Nuk e mbaj mend tani, pse nuk erdha.
Pra, por, unë e kam dikur politikën që e vogël. E kam dikur dhe kam pas gjithmonë kuriozitet. Edhe unë emisionin tënde ndiqja me kërshëri, por sidomos ato kanë qenë vite që ti fillove të kthej pak nga politika, se më parë ishte më show, dhe pastaj fillove të merë... Pas politikën gjithmonë unë, pjesë të emisionit, por ka qenë me nëzituar, se ka qenë... Pastaj më shove më tepër, dhe atëherë edhe kurioziteti im u ndes më shumë, do më thënë. Se s'kërkuar asnjëherë që të vish vetë? Po... Do sa kam bërë gabim. Nga natyra je gocë? Po, nuk kërkoj shumë, do të thënë... Nuk e di nëse kjo është gjë e mirë ose gjë e keqe, po përgjithsisht nuk ju bin njerëzve në qafë. Është gjë shumë e mirë, vetëm se të zgjat pak rrugën për të bërë kryeministre. Nuk ka problem. Nuk ka problem. Është... Miqëra Lafi, shpesh tallem ose ngacmoj babin, sa e ka emrin Dhurim, dhe unë i them, unë duhet ta kisha pasur emrin Durim, them, se durimin tim nuk e ka njeri, e ka Dhurim. Edhe... Ditë të duroj, e që më tepër kur nuk kam asgjë që më pengon. Unë e di rrugën që po bëj, e di që është rrugë e vështirë, do doj ko, por ndryshimet përgjithsisht dhe gjërat e mira duan ko. Nuk jam e gatshme të bëj kompromise, nuk jam e gatshme për rrugë të shkurtra, sa do ko që duhet jam e gatshme të bëj. Sot njohët një pjesë të vogël të Barbara, zonja Zotin, kur do në vjerës tjetër prap, do flasim për gjëra tjera, Barbara, të falenderoj shumë. Falenderoj.